Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam del prej shtëpisë së vet. Dhe shihen te ai gjurmët e ujit, ka marrë gusl. Dhe sahabët e presin çdo detaj te pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe i thonë ja Rasulullah, sot kanë shumë i disponueshëm. Dhe thot transmetuesi, dhe menduam normal se ka kaluar me familjen e vet. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajal, po, walhamdulillah, dhe falëndërimet i takojnë vetëm Allahut për këtë disponim. Pastaj çka tha? Tha, në mezhlis u përmend pasuria. E pejgamberi sa çka tha? Tha, s'ka problem për pasurinë, për atë çka i devotshëm. Shëndeti për të devotshëm më i mirë se pasuria. Dhe pastaj tha, disponimi i shpirtit është prej begative. Disponimi i shpirtit është prej begative, të nderuar xhamatli. Ne sot shohim njerëz të cilët paguajnë, japim pasuri për të ruajtur stabilitetin e shpirtit. Na sot shohim njerëz në përbot të cilët i kanë kreta rrethanat ekonomike, eksumerat, kanë pozita në shoqëri, megjithatë e gjenë tentim për vetvrasje, pi hapa. Pse pinë sot njerëzit hapa? Pse janë shtuar konsumatorët e hapave qetësues? Pse më herët s'ka pas? Me çka janë qetësuar ata? Janë qetësuar me iman, janë qetësuar me islam, janë qetësuar me Kur'an. E sot çka duhet me konsumu diçka? Për këtë arsye sot njerëzit, a e dini pse konsumojnë edhe mëkate? Pse ngonaj në stop muzikë? Pse na në stop këshir me dal dikon mushëtit veç me humb kohën? Pse në stop këshir mu edhe me bredh nëpër qytet? Pse ai vazhdimisht këshir me siç do ta përmendim me lejnë Allahu që është bërë fenomen shumë i rrezikshëm dhe jashtëpër konsumimi i lëndëve narkotike. Me këta lloje të veta. Pse i konsumojnë njerëzit këto? A dimë pse e konsumojnë alkoolin? Veç me largu brengën. Edhe në poezi që ashtu e quajnë, edhe në këngë që ashtu e quajnë, hek ma mërzien. Ama nuk heket mërzia. Nuk heket mërzia pos me iman, nuk heket mërzia pos me moral, nuk heket mërzia pos me atë çka e ka legjitimuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dha pejgamberi alaihi salatu wasallam, qetësia dhe harmonia e shpirtit është për begative. A e numrojmë na begati? A e numron ti begati që ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, men asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, lahu ta'amu yawmihi, 'indahu ta'amu yawmihi, fa ka'annahu hizat lahu ad-dunya. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë, ai që qohet sabah i sigurt për veten e vet dhe e vlat të vet. A di çfarë do të thonë ti mu qu i sigurt familjen tonë? A e numron ti këtë ajo? A e di që ka njerëz që qohen sigurt? A i qohet një arë vetë e këshyra, ka rrezik për me vrajo, luftat të ndryshme, e kështu me radhë, pastaj del me 100.000 pasiguri. E ti nuk e ki që ta. Kjo është begati. Ka thënë alayhi salatu wassalam, i shëndetshëm në trupin e vet. Begati. Kjo veç ti kur qohesh sabah, s'ki as një smunje, kjo minjar duhet me ti ngrit ato nivelet e disponimit. Elhamdulillah, këtë shëndet kam. Kjo do të më shkakton vetveti ti disponim. Ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe ka buk për një ditë. Të ndëruar xhamatli, mbas ti hadithi, sa kena na, sa do të më kanë të lumtur? Në nivelet ma standarde që të na e logaritin me punu, me rogë, logaritet që i varfërije. Qati do paret vinë mujore. A i shka ka mujore, barë mujnë e ka të siguru, për ushqim. Apo, do më thonë këtë 30 dit i ka. E nësë më ka thonë, jo, në ditën e sëtshme nëse e ka të sigurume, ja ka prua Allah i këtë dunjajën pasuri që ty. Pse na dikush ka për një muj me angë buk, dikush ka për gjys vjeti me angë buk, dikush ka për një vjet, dikush ka pa makia ka siguru edhe nipave, ka pasuri, zoti i ka dhënë pasuri, ama lumëtërinë se ka, rahatin se ka. Për çfarë arsye? Sepse ki nuk dimi numru, nuk dimi kalkulue. Ki hiç se ka shti shnetën aty, hiç se ka shti që janë i sigur, se ka shti në logari. Apo, i ka shti për që ato shifrat, 500.000, 500.000. Ko e lave shnetën? Ko e lave që ki e vlat? Ko e lave që s'pët ngucë kërkush? Ko e lave që nuk je indjekt? Kretë që janë pasuri, numroj. Kur ti numroj shkej, qka do? Qka tha alayhi salatu wassalam? Fe ke enne ma hizet, sigur Allah ja ka sirë këtë botën për para